më shumë se për propagandë, më shumë se për manipulim, më shumë se për përçarje, më shumë se për një betejë të madhe, një krizë të madhe e cila nuk është vetëm krizë politike, por është krizë institucionale, është krizë shoqërore, e ç'është më e keqja është krizë morale që e shohim çdo ditë, pra qytetari i Kosovës sot më shumë se kur ka nevojë për një qeveri që e orienton atë. Kur po flas për orientim, po flas që t'ja lehtësoj jetën në këtë moment. Prandaj edhe vizioni dhe programi i Partisë Demokratike të Kosovës, programi i Zotit Hamza, ka në thelb nevojat që qytetarët i kanë, prandaj nga ajo që kemi parë në teren, unë jam e bindur që rezultati i nesërm do t'jetë rezultat në favor, në mbështetje të programit tonë politik dhe të një vizioni që është i munguar. E thash që stagnimi ka qenë determinues për 6 vitet e fundit, sankcionet, izolimi, situata e rëndë ekonomike, kemi rritje të çmimit të energjisë mbi 100% viteve të fundit dhe gjitha këto kanë qenë barë tepër e madhe, tepër e rëndë për secilin qytetar që sot jeton në Kosovë. Ne kemi takuar sfundi njerëz të cilët deklarohen, kisha rast ta shoh një zonjë para 2 ditësh, më tha që detyrohet që në orën 2 pas mesnatës të shkoj në pritjet në qendrën klinike universitare që të marr të jetë pjesë e listës për të marrur trajtimin e nevojshëm, shto këtu barën që e kanë me medikamentet cilat janë absolutisht